Prizrenas të dashur shtetarë të Kosovës, me lejoni t'ju abaj një zhvendosje. Unë në këtë bim të mrekullueshëm erdha nga Haga, ku dje për pak orë u shmalla me presidentin Thaçi dhe kryetarin Veseli. Kosova nuk e ka më luksin për eksperimente politike. Viteve të fundit në është thonë shumë, por është bërë pak. Janë dhenë premtimet mëdha, por rezultatet kanë qenë shumë të vogla. U folë për drejtësi, por u krijua pasiguri. U folë për zhvillim, por u rritën çmimet dhe u shtrejtua standardi i jetesës. U folë për sovranitet, por u dobësuan aleancat. Nuk është kjo qeverisje, kjo është improvizim. Kosova nuk ka dështuar si shtet, por Kosova është këtë qeverisur. Dhe sot, çmimin po e paguajnë qytetarët tonë. Me spërçarjet pa nevojshme, me improvizime të rrezikshme.